تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ne bi'idhnillahi ta'ala do vazhdojmë me këtë libër madhështor, Kitabul Iman, libri i besimit, libri i imanit, nga Sahih Muslim, me shpjegim të djetarit kolosal, el-Imam el-Sheikh Rabia rahimahullah, dhe jemi të pjesa të kapitulli ku është, do më thonë, kapitulli i titulluar Babu delili ala men qasada akhdha mali ghayrihi bi ghayri haqq كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. Në këtë kapitull është domethënë argumenti se ai që synon të marr pasurinë e tjetrit pa të drejtë, gjaku i tij është i lejuar në raport me atë që mbrohet nëse vritet, është në zjarr. Ndërsa ai që vritet duke mbrojtur pasurinë e tij është shahid. Ai është domethënë shahid. Këtu Imam Muslim rahimahullah ka përmend në këtë kapitull dy hadithe. Hadithi i parë është hadithi e Abu Hurajras radiyallahu anhu ku thot an Abi Hurajra radiyallahu anhu قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. Thot Abu Hurajra radiyallahu anhu se erdhi një burr, një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Araiti in jaa rajulun yuridu akhdha mali?" Si mendon për një njeri që vjen dhe do me ma marr pasurinë time, domethënë me dhunë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Fala tu'ti malak." Mos ja jep pasurinë tënde. Mos ja jep pasurinë tënde. Qal araiti in qatalani? Si është, i thaj domethënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si është puna nëse ai më lufton? Ai fillon domethënë me msulmu dhe me më luftu. Atëherë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qatilhu. Atëherë edhe ti luftoja atë. Edhe ti luftoja atë. Atëherë i tha personi, pyetësi, araite in qatalani? E si është puna nëse ai mua më vret? Domethënë duke mbrojtur unë pasurinë time, ai më vret sulmuesi. Atëherë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa anta shahidun. Atëherë ti je shahid. Atëherë ti je shahid. E pyeti vazhdoi dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, araiti in qataltuhu? E si është puna nëse unë e vras atë? Atëherë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, huwa fi an-nar. Ai është në zjarr. Ai është domethënë në zjarr. Dhe po ashtu hadithi i dytë është nga Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma, ku thot ai ndaj një pyetje që është bërë dhe tha: "Ama alimta anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal man qutila duna malihi fa huwa shahid." Domethënë është pyetur Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu për një çështje dhe i ka thënë atij të pyetësit: "A nuk e di ti se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush vritet duke mbrojtur pasurinë e tij, ai është domethënë shahid." Ai është domethënë shahid. Këtu në shpjegim, në vazhdim, thot Sheikh Rabia rahimahullah, se këto dy hadithe aludojnë dhe tregojnë për paprekshmërinë e pasurisë së muslimanit. Tregojnë domethënë për paprekshmërinë e pasurisë së muslimanit dhe ajo është e paprekshme sikurse edhe shpirti i tij është i paprekshëm dhe gjaku i tij dhe nderi i tij dhe nderi
i tij. Prandaj, thot prap Shekh Rabia Rahimullah, këto tekste aludojnë domethënë se sa e madhe është paprekshmëria e muslimanit. Edhe këtu hyn domethënë gjaku i tij, pasuria e tij dhe nderi i tij. Edhe këtë po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përforcu edhe në haxhin lamtumirës. Ua ka përforcuar muslimanëve dhe i ka porositur dhe i ka përkujtu se këto çështje, gjaku i muslimanit, pasuria e tij dhe nderi i tij janë të paprekshme. Thot Shekh Rabia rahimahullah në vazhdim, por socialistët thojnë se pasurit janë të përbashkëta. Pasuria është e përbashkët. Do më thonë, ai njeri që ka një pasurit të caktuar, si pas socialistëve, nuk është pronari real i saj, por ai e menaxhon thjesht. Është duke e menaxhu. Por edhe të tjerit, do më thonë, wal malu mushtarikun bainahu wa baina ghayri. Por në atë pasuri që ai e menaxhon në atë rast, në atë situatë, është i përbashkët me ato dhe ato tjerit, do më thonë. Dhe ato tjerit, dhe thot Shekh Rabia Rahimahullah, se ky hadith, dhe po ashtu edhe hadithet të tjera, dhe po ashtu edhe ajete nga libri Allahut subhanahu wa ta'ala, tregojnë qartë, do më thonë, për këtë ideologji e devijuar dhe e kotë, që e kanë marrë këto njerëz nga Marx, prej marxistave, do më thonë, që e kanë marrë, do më thonë, prej marxistave, që është një ideologji e prishur dhe shkatruse. Por çka kanë bërë këta njerëz, arab folës, ja kanë veshur kësaj ideologji socialiste të komunistave dhe socialistave, ja kanë veshur petkun e islamit. Ja kanë veshur, do më thonë, petkun e islamit. Prandaj e kanë quajtur këtë e shujuia el hamra, këtë komunizmin, do më thonë, e kanë quajtur el ishtirakia el islamia, socializmi islam. Edhe kjo është rruga e tyre, ose metoda e tyre që ata, do më thonë, në ato ideologji dhe mendimet të prishurat që vinë nga perëndimi, dhe atyrve, të devijuarve, arab folsve, u pëlqejnë ato ideologji dhe mendime, dhe pastaj çka bëjnë? Që t'u ashesin muslimanëve, që mi deviju muslimanët, me i mashtru muslimanët, e shtojnë edhe el islamia. Do më thonë el ishtirakia tul islamia, e demokratia el islamia, e disku islami, do më thonë diskoteka islama, thot, jo diskotek, se do shë tingëllon negativ, edhe njerëzit nuk shumë, po thot, diskotek islame. Nuk të thot kënga, muzik, po thot enashit islamia, thot ilahije islame. Edhe thot Shekh Rabia Rahimullah, ato mendje lehtit, e sufaha, wal jahala dhe ignorantët, binë, do më thonë, pre të mashtrimeve të këtyrve njerëzve, dhe i devijojnë ata njerëz në emër të islamit. E devijon tjetrin, do më thonë, në emër të islamit. Sa i përket çështjes nëse vjen dikush, do një hajdut, do një kriminel, edhe të sulmon në shtëpinë tënde, a e lufton njeriu kur ai, do më thonë, a e lufton njeriu atë tjetrin, edhe nëse bëhet fjalë për shembull për do një pasuri që nuk ka shumë vlerë. Do më thonë, a duhet kjo vetë mbrojtja dhe edhe me sulmu nëse ka nevojë, a bëhet kjo vetëm për pasuri që ka vlerë, ose edhe për diçka që ka një vlerë, do më thonë, e vogël. Shumica e dietarëve thot Shekh Rabia Rahimahullah el-Jumhur, ai do më thonë i cili i te kalon kufit ndaj të tjetrit në shtëpinë e tij, duke e sulmu, duke luftu, edhe nëse bëhet fjalë për një pasuri e vogël, e lufton dhe vetë mbrohet. E disa prej malikive kanë thënë, nëse është për një pasuri, do më thonë, që nuk ka do një vlerë të madhe, si për shembull do një veshje, petkun për shembull, petkat t'i vjedh ose diçka e tillë, atëherë mos me luftu. Por thot Shekh Rabia Rahimullah, ajo që duket prej tekstit të hadithit nuk ka dallim
nuk ka dallim domethënë mes pasurisë së madhe, që ka vlerë të madhe, dhe mes asaj domethënë që ka një vlerë të vogël. I lejohet njeriu domethënë ta vetmbroj veten e tij. Pastaj del Sheikh Rabia rahimahullah këtu te çështja e termit shahid. Se u përmend domethënë kush vritet duke e mbrojtur pasurinë e tij, ajo është shahid. Edhe në hadithin e parë të Abu Hurajras radhiyallahu anhu, nëse ai më vret mua, atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ti je shahid. Fjala shahid, thot Sheikh Rabia rahimahullah, se El Hafiz an-Nawawi rahimahullah në shpjegimin e tij të Sahih Muslim ka përmend disa kuptime të fjalës shahid. Thonë se fjala shahid, sipas Hafiz an-Nawawi rahimahullah dhe sipas njerëzve të gjuhës, el-lughawiyin, ka disa kuptime. Do të thonë jo vetëm një kuptim, po disa kuptime. Jo vetëm kuptimi i parë, po 7 kuptime i ka renditur këtu. Por ky imam jashtëzakonisht i talentuar dhe i thelluar në dije, Sheikh Rabia rahimullah thot, për të gjitha ato kuptime ose shpjegime të fjalës shahid nga njerëzit e gjuhës, kam për të gjitha vrejtje, thot. Kam vrejtje, thot. Do thonë, këtu Sheikh Rabia thot për dietarët e gjuhës arabe, për fjalën shahid, si e kanë definu dhe se si e kanë shpjegu, thot, për të gjitha ato 7 kuptime që i ka sjellë El Hafiz an-Nawawi rahimullah, kam vrejtje, thot. Nuk pajtohem më. Kjo tregon domethënë fuqinë e dijes, edhe guximin e madh në dije. Barakallahu fikum. Ju nuk është puna, jo po si e keni mësuar ju. Kush va ka mësuar juve? Jo. Është puna e argumentit. Ndoshta ti nuk e ke ditë, po tjetri e ka mësuar dhe e din. Thot Sheikh Rabia rahimullah se El Hafiz an-Nawawi rahimahullah ka thënë kuptimi i parë që është përmend në shpjegimin e Sahih Muslimit nga An-Nadr ibn Shumail, ka thënë se është thënë se është shahid, li'annahu hayyun, sa ai është domethënë i gjallë. Se ai edhe shpirti i tij e ka dëshmuar domethënë Darus Salam, xhennetin. Thot Sheikh Rabia rahimullah se ky lloj definicioni ose kuptimi ose shpjegimi nuk është i saktë. Nuk është i saktë. Për shkak se edhe shpirtrat e besimtarëve, domethënë kjo nuk është ekskluzivisht vetëm për shahidin, po edhe shpirtrat e besimtarëve eidhan fil janna. Domethënë shpirtrat e besimtarëve janë në xhennet. Dhe po ashtu edhe shpirtrat e shuhadave, që janë domethënë në trupat e zogjve të gjelbërt, që janë të varur domethënë që kanë llamba domethënë të varura nën arshin e Allahut subhanahu wa taala. Pra domethënë, thot Sheikh Rabia rahimahullah, ka hadithe të tjera domethënë që një gjë e tillë nuk është e përkufizuar vetëm për shahidin, por këtu hyn edhe besimtarët. Pastaj kuptimi i dytë që ka përmend El Hafiz an-Nawawi rahimahullah është, kanë thënë dietarët, El-Anbari, njëri prej dietarëve të gjuhës arabe, Ibn al-Anbari, ka thënë se është shahid për shkak se Allahu subhanahu wa taala dhe melaqet po dëshmojnë për të se ai do jetë në xhennet. Domethënë, fa ma'na shahid ay mashhudun lahu. Domethënë është dëshmuar për të se do jetë domethënë prej xhennetlive. Dhe po ashtu është thënë kuptimi i tretë, thot Sheikh Rabia rahimahullah, është thënë shahid, fjala shahid domethënë se kur i del atit shpirti, ai domethënë dëshmon ose sheh domethënë shpërblimin e tij që e pret në ahiret. Por thot Sheikhu, një gjë e tillë është për të gjithë besimtarët. Kur u dal shpirti, sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun."
Do thonë ata që kanë thënë se Zoti ynë është Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj qëndrojnë të palakunshëm, atyrve në momentin e vdekjes u zvin me laçet, u zbrisin me laçet dhe u thonë mos kini frikë. E as mos u pikloni, mos u mërzitni, por për gëzim myshde për juve, domethënë xheneti, i cili është premtuar për juve. Domethënë kjo nuk është vetëm për shahidin, nuk është vetëm për shahidin në mënyrë ekskluzive. Dhe po ashtu thot Sheikh Rabia rahimullah se ka një hadith të Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma se të vdekurin, do të thonë njeriu në pragun e vdekjes, në çastet e fundit të jetës së tij, në momentin e daljes së shpirtit, ai do të thonë e sheh vendin e tij në xhenet ose në zjarr. Në xhenet do të thonë ose në zjarr. Po ashtu është thonë, thot Sheikh Rabia rahimahullah, se është thonë se është fjala shahid, kuptimi është se me laçet e mëshirës, do të thonë, vinë dhe ja marrin shpirtin atit. Por prapë, thot Sheikh Rabia rahimahullah, një gjë e tillë nuk është vetëm e përkufizuar për shahidin. Kjo vlen do të thonë për besimtarët, sepse për qafirat vinë do të thonë me laçet e dënimit, me laiketul adhab. Pastaj kuptimi i pestë, që ka përmend el-Hafidh an-Nawawi rahimahullah, se është thonë kuptimi i shahid është, ose e ka, ose vjen, sepse është dëshmuar për të, për imanin e tij dhe për fundimi i mirë sipas asaj që duket në dunja. Prapë thot Sheikh Rabia rahimahullah, kjo nuk është e veçantë, specifike, ekskluzive vetëm për shahidin. Po ashtu, kuptimi i gjashtë, thot Sheikh Rabia rahimahullah, është thonë, do të thonë kuptimi i shahidit e ka, definicioni ose kuptimi, është se ai ka me vete në ditën e gjykimit dëshmi. Ai e ka dëshmin ose argumentin me vete. Dhe ai është gjaku. Gjaku do të thonë se do ringjallet dhe plaga ku është plagosur, do të thonë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, do i rrjedh gjak që një gjë e tillë do të thonë do jetë dëshmi për të, për shahidllokun e tij në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sheikh Rabia rahimullah thot këtu, mumkin hadha, mundet kjo, wallahu a'lam, walakin lam yarid bihi nassun, por nuk ka doni tekst fetar, doni tekst do të thonë që ne me vërtet ta themi me bindje kët, se është çështje e ghaibit kjo. Prandaj nuk ka tekst të prerë dhe i qartë që e pohon një gjë e tillë. E shtata dhe i fundi që ka përmend el-Hafidh an-Nawawi rahimahullah në kuptimin e fjalës shahid është thonë se quhet shahid për shkak se ai dëshmon në ditën e gjykimit për popujt që kanë qenë para neve. Do më thënë se do vinë populli i Nuhit alayhi salatu wassalam, edhe do mohojnë, si që përmend edhe në mësim të shehut ton hafidhahullah, ata do më thënë me gjithë përpjekjet që ka bërë Nuh alayhi salatu wassalam, 950 vjet dawa ila tauhid, në mënyrë të hapur, në fshehtazi, privatisht, në grupe të mëdha, në grupe të vogla kështu me radhë, do vinë ata në ditën e gjykimit dhe do mohojnë, do thonë jo, se ka përcjell. El belleghukum fa yaquluna la. Edhe për Nuhin alayhi salatu wassalam, au kanë përcjell mesazhin, do thonë jo. Do thonë jo. Kjo tregon thonë se armiqt e pejgamberëve nuk e kanë problemin me gënjy. Nuk e kanë problemin me gënjy. Gjënat janë të qarta. Gjënat janë do të thonë të palakunshme, do thonë argumente do të thonë të fuqishme, të qarta, ata do gënjejnë. Ata do gënjejnë. Atëherë, vinë do më thonë edhe dëshmon, atëherë du thuhet ju pejgamberve, men yashhad lakum, kush dëshmon për juve, se ju e keni përcjell mesazhin e Allahut subhanahu wa taala, fa yaqulun ummata Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu thot Sheikh Rabia, ne shikoni precizetin e këtij burit madh, thot nuk është çështja që vetëm për shahidat e kanë këtë pozitë ekskluzive, po ummeti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do të thonë në mënyrë individet, njerëzit të mirë, njerëzit me vlerë kështu me radhë.
nuk janë domethënë vetëm të përkufizuar çështja e shahidëve. Shikoni domethënë këtë përpikshmëri dhe këtë precizitet të shejkhut rahimahullah. Pastaj fol e përmend Shekh Rabia rahimullah pjesën e El-Hafidh an-Nawawi rahimullah ku tregon domethënë se shahidët janë tre llojesh. Shahidët janë tre llojesh. Lloji i parë është domethënë ai që vritet në fushbete. Ai që vritet domethënë në fushbete duke luftuar domethënë kundër pa besimtarëve. Atëherë domethënë ai e merr gjykimin e shuhadave në shpërblim sa i përket ahiretit dhe po ashtu e merr edhe gjykimin e shuhadave sa i përket rregullave të shahidit në dunja. Që është domethënë prej rregullave thotë Shekh Rabia rahimullah, ai nuk lahet. Ai shahidi domethënë i cili vritet në fushbete, ai domethënë nuk lahet. Dhe po ashtu la yusalla alej, as nuk i falet edhe xhenazja. As nuk i falet domethënë edhe xhenazja. Këto dy sende domethënë, as nuk lahet, as nuk i falet xhenazja, vlen vetëm për shahidi i cili është vrarë domethënë në fushbete. Pastaj lloji i dytë i shahidëve, që janë shahida në shpërblim e jo në rregullat e dunjas. Ato janë domethënë ai njeri që vdes nga smundje e barkut ose do një infekcion, murtaja, ai i cili rrëzohet nga një vend i lartë, ose ai që digjet, ose zhytet në det, ose mbytet domethënë, ose ajo gruaja e cila është shtazane dhe duke lindur vdes ajo. Këta domethënë, edhe ai që u përmend në këtë hadith men qutila duna malihi, ai i cili vritet duke mbrojtur pasurinë e tij, e kështu me radhë, këta njerëz domethënë e kanë shpërblimin si shuhada. Por ato rregullat e shahidit që u përmendën tash i cili vritet në fushbete nuk zbatohen mbi to në dunja. Si për shembull çështja e larjes së xhenazës. Atyrve u lahet xhenazja. Atyrve u falet xhenazja. Por walehu fil akhirah thawabu shuhada. Por në ahiret domethënë u takon atit ose atyrve shpërblimi i shuhadave. Dhe thot po ashtu El-Hafidh an-Nawawi rahimullah këtu, megjithatë që është përmend në hadithe të sakta se këto njerëz që vdes nga smundja e barkut deri në fund, kjo nuk e patjetërson edhe pse është thënë se ajo është shahid, por kjo nuk e patjetërson që edhe shpërblimi të jetë i njëjtë sikurse lloji të parë të shahidave, që vriten domethënë në fushbete. Bile thot se e shuhada edhe ata që vriten në fushbete mes tyre ka domethënë dallim. Varet sipas niyetit. Ata domethënë të dy kanë qenë në të njëjtin saf. Në të njëjtën fushbete, por dallon domethënë çështja. Shkaku domethënë i ihlasit, shkaku i sidqut. Barakallahu fikum. Dhe lloji i tretë që është përdoret domethënë fjala shahid për të, por ai nuk e ka shpërblimin të plot në ahiret. Nuk e ka shpërblimin të plot në ahiret. Ai është domethënë që mashtron dhe e vjedh plaçkën e luftës. Ai ka dalë, është në fushbete, është të luftu, por kur vjen te puna e plaçkës e luftës e vjedh, e mshef, e manipulon. Kjo është domethënë që atit atit në dunja, thot Shekh Rabia rahimullah këtu, i takojnë domethënë rregullat e shahidit, nëse vritet. Fala yughsal, nuk lahet, as nuk i falet xhenazja, por sa i përket shpërblimit të tij në ahiret, sepse në ahiret s'ka ku me shku. Nuk ka me hikë dhe me manipulu diçka. Jo, secili ka me dal para Allahu subhanahu wa taala. Secili ka me dal para Allahu subhanahu wa taala dhe ka me dhënë domethënë në llogari. Shikoni barakallahu fikum. Megjithatë që ai ka ra shahid në fushbete, e ka fliju domethënë jetën e tij barakallahu fikum për fenë Allahu subhanahu wa taala. Por shkaku i asaj që ai ka mashtruar në një pjesë, nuk do e ketë shpërblimin të plot në ahiret. Prandaj njeriu duhet me pas kujdes.
Pastaj kapitulli i radhës është babu istihqaqil walil ghash li ra'iyatihi an-nar. Kapitulli se udhëheqësi që mashtron, tradhton popullin e tij e meriton zjarrin. Kapitulli se udhëheqësi që mashtron, tradhton popullin e tij, domethënë e meriton në zjarrin. Këtu ka përmend Imam Muslimi rahimahullah një hadith që është, po disa herë me disa transmetime. Transmetimi i parë është që Ada Ubejdillah ibn Ziyad Ma'qil ibn Yasar al-Muzani fi maradhihi alladhi mata fi. Tregon domethënë se Ubejdullah ibn Ziyad e ka vizituar domethënë Ma'qil ibn Yasar kur ishte në shtratin e vdekjes. Dhe Ma'qil i tha: inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Law alimtu anna li hayatan ma haddathtuk. Unë do ta kallëzoj ty një hadith, që ta transmetoj. Po ta kisha ditë se do kisha jetuar edhe më gjatë, nuk do të kisha kallëzuar. Shiko, ka disa gjëra do thonë që nuk i kallëzojnë secilit. Ka disa i kuptojnë, disa nuk i kuptojnë. Atëri tha se e kam dëgjuar inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-jannah. Nuk ka asnjë rob që Allahu e bën përgjegjës për një popull. E ai vdes në ditën që vdes duke mashtruar, tradhtuar ata, veç se Allahu ja ndalon xhennetin. Veç se Allahu ja ndalon xhennetin. Edhe po ashtu transmetimi tjetër domethënë është e njëjti domethënë kuptim, dhe po ashtu edhe transmetimi i fundit ku thot Ma'qil radiyallahu anhu të njëjtën gjë domethënë, do ta tregon një hadith që kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ma min amirin yali amra al-muslimin thumma la yajhad lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'hum al-jannah. Nuk ka asnjë udhëheqës që merr përsipër çështjen e muslimanëve, udhëheqjen e muslimanëve, qeverisin e muslimanëve, e pastaj nuk përpiqet për ta, dhe nuk i këshillon sinqerisht, veç ose nuk do të hyjë me ta në xhennet. Në xhennet. Thot Sheikh Rabia rahimahullah se ky hadith tregon se është obligim domethënë në këshillimi i sinqert nga pushtetari ndaj muslimanëve, ndaj ata domethënë që i ka në përgjegjësinë e tij. Këshillim i sinqert, për kujdesje e sinqert. Sepse ka edhe argumente tjera ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha, domethënë se feja është qiltërsi, është këshill, dhe po ashtu Xherir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu thot se ja kam dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta fal namazin, ta jap zakatin, wa nushi li kulli muslim, dhe ta këshilloj çdo musliman. Dhe ta këshilloj domethënë në çdo musliman me këshill të qiltër. Çdo musliman. Dhe po ashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: men ghashana falaysa minna, ai i cili na tradhton, na mashtron neve, nuk është nga neve, nuk është prej neve. Dhe kjo tradhti dhe mashtrim vlen, thot Sheikh Rabia, në të gjitha çështjet, qofshin çështje të fesë ose çështje të dunjas. Dhe ato të fesë janë edhe më të mëdha, edhe më të rënda. Nëse bëhet domethënë tradhtia dhe mashtrimi për çështjet e fesë. Dhe pastaj domethënë këtu e kuptojmë edhe çështja e përgjegjësisë së madhe domethënë që e ka pushtetari, Po edhe ashtu njeriu vet ka domethënë përgjegjësi ndaj familjes së tij, ndaj fisit të tij, ndaj shoqërisë ku jeton, që me i këshillu ata me qiltërsi dhe sinqeritet, dhe t'u mësojnë dhe t'u shpjegojnë atynve fenë Allahu subhanahu wa taala, dhe njëkohësisht edhe në anën tjetër me i paralemruar nga çdo lloj të shereve, domethënë të këqijave, me i paralemru. Dhe kështu ka vepruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që u ka dërguar njerëz prej sahabëve ridwanullahi alejhim, edhe njerëz
që kanë qenë gjykatës, që fillimisht në radhën e parë të jenë të qiltër me ato musliman dhe të amsojnë fejnë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Fillimisht do më thonë, kur kanë shku sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ajo në Yemen ose vendeve të ndryshme ku i ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fillimisht do më thonë të amsojnë në mënyrë të qiltër fejnë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe po ashtu këtë rrugë ka vazhduar edhe Abu Bekri radiallahu anhu dhe po ashtu Omar al-Faruq radiallahu anhu ku thot, ka thënë Omeri radiallahu anhu, ala inni wallahi ma ursilu ummali ilejkum li yadribu absharakum wala li ya'khudhu amwalakum. Pasha Allahun, thot Omeri radiallahu anhu, unë nuk i dërgoj punëtorët e mi tek ju që t'u arahin juve shpinat ose trupat e tuaja, e as t'u amarin pasurit e tuaja. Walakin ursilhum ilejkum li yuallimukum dinakum wa sunnatakum. Por unë i dërgoj ata tek ju në radhën e parë që ata t'u amsojnë juve fen tuaj dhe sunnetin tuaj. Do thonë fen e Allahu subhanahu wa taala dhe sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Faman fuila bihi shay'un siwa dhalik falyarfa'hu ilayha. E nëse dikush trajtohet me diçka tjetër pos kësaj, atëherë le ta grej çështjen tek una. Le ta ankohet domethënë tek una. Le ta ankohet tek una për këtë çështje dhe unë pastaj ja kthej atit hakun e tij që ai e meriton. Pra thot Sheikh Rabia rahimahullah se përgjegjësia e imamit, e udhëheqësit, e pushtetarit është e madhe ndaj muslimanëve, qofsh ajo domethënë përgjegjësi sa i përket fesë të tyre, po ashtu edhe çështjeve të dunjas. Po ashtu edhe çështjeve të dunjas. E ai nëse bën tradhti ndaj tyre dhe e sheh tradhtin se është halal, thotë Sheikh Rabia, ai del prej fesë. Nëse është mustahil, ai del prej fesë. Nëse i bëhet e qartë domethënë nga Kurani dhe Suneti se tradhtia është e ndaluar në Islam dhe e kupton dhe e sheh domethënë brendsinë e tij, do të ai nuk e thot asnjëherë, por në veten e tij ka bëu halal. Njerëzit e gjykojnë si muslimanat, po tek Allahu subhanahu wa taala është kafir, sepse ka bëu istihlal, mustahil. E nëse e sheh, thot Sheikh Rabia, se është haram tradhtia ndaj muslimanëve, është haram, por e bën shkaku i dobësisë së tij, shkaku i epshit e kështu me radhë, atëherë domethënë ky njeri është mëkatar dhe është nën mëshirën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu taala ka thënë inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Se Allahu taala nuk e fal shirkun dhe çka është poshtë shirkut ja fal këtë doj ai, do thonë Allahu subhanahu wa taala. Pra ai do të thonë është si vepruesit e mëkateve të mëdha. Pastaj kapitulli i radhës që përmend këtu Imam Muslimi rahimullah, që e kina përmend se këto titujt e kapitujve i ka bërë El Hafidh an-Nawawi rahimullah për me u alehsu nxënësve të dijes, do më thonë në ndarjen dhe kuptimin po ashtu. Thot këtu babu raf'il amanati wal imani min ba'd al-qulubi wa 'ard al-fitani 'ala al-qulub. Kapitulli heqja e amanetit, besueshmërisë dhe e imanit nga disa zemra, si dhe paraqitja e fitneve mbi ose pranë zemrave. Këtu Imam Muslimi rahimullah po ashtu ka përmend dy hadithe dhe të dyja janë nga Hudhaifa radiallahu anhu, ku thot Hudhaifa radiallahu anhu te hadithi i parë: Haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithain qad ra'aytu ahaduhuma wa antadhiru al-akhar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka thënë dy hadithe. Njërin e kam pa me sytë e ballit se është domethënë është vërtetu, ka ndodh. E tjetrin jam tu pret. Ka thënë domethënë haddathana anna al-amanata nazalat fi jadri al-qulub ar-rijal. Se amaneti domethënë është zbritur në rrënjët ose në thellësitë e zemrave të njerëzve. Amaneti. Thumma nazala al-Quran, fa'alimu min al-Quran wa alimu min as-sunnah. Pastaj ka zbritur Kurani dhe njerëzit kanë mësuar prej Kuranit dhe kanë mësuar prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thumma haddathana an raf'il amana. Pastaj na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i amaneti besueshmëria do largohet, do hiqet. Edhe kjo ka me ndodhë në mënyrë graduale.
jo për një herë, se këtu e shpjegon edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yanamu ar-rajulu nawmatan fatuqbadu al-amanatu min qalbihi, fayadhillu atharuha mithla al-waqt. Do më thonë, njeriu flen, e bën një gjumë, edhe i largohet do më thonë amaneti nga zemra e tij. Dhe ky largim lën një gjurmë, thotë Sheh Rabia në shpjegimin e kësaj pjese, një gjurmë i lehtë. Në fillim do më thonë është gjurma e lehtë. Po sa herë do më thonë që i largohet, gjurma bëhet edhe më e madhe. Sa që në fund do më thonë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa yusbihu an-nasu yatabayauna la yakadu ahadun yuaddi al-amana. Që do ndodh, puna ka me shku deri aty që njerëzit do bëjnë tregti, do bëjnë do më thonë në shitblerje, dhe nuk do ketë në mesin e tyre dikush që e çon besueshmërinë amanetin deri në vend. Dhe do hatta yuqal inna fi bani fulan rajulun aminan. Do thonë, do njihen njerëzit, do thonë me gishta, në fisin fulan ka person, një njeri i cili është i besueshëm. Dhe në gjitha të vend, në gjitha ato rajona, rajulun amin, do thonë një person ka mbetur që është i besueshëm, që është do më thonë që i e përmbushë amanetin. Hatta yuqal lirrajul, dhe për një tjetër, do thonë njerëzit, ma ajladahu, ma azrafahu, wa ma aqalahu, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Dhe për një tjetër, njerëzit do kenë mendim të lartë për to. Do thojnë ata, sa i fort është ai, sa i zgjuar është ai, sa i mençur është ai, por ai nuk do ketë në zemrën e tij kokër imanit. Sepse nuk është çështja çka gjykojnë njerëzit për punën dhe për ty. Çështja është si qëndron puna jote dhe jeme tek Allahu subhanahu wa taala. Që do ketë domethënë njerëzit do thonë për ta sa i mençur është, sa i fortë, sa i zgjuar, ai nuk do ketë kokër imanit në zemrën e tij. Edhe këto lëvdata nuk i bojnë atit dobi tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk i bojnë dobi. Thot Hudhaifa radiallahu anhu, walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu. Unë kam jetuar në një kohë, e kam përjetuar një periudhë, një fazë të jetës sime, nuk mendoheshta shumë, nuk e çajsha kokën, domethënë me kënd bëhesha shitblerje. La in kana musliman la yarudduhu alayya dinuhu. Nëse ishte musliman, ai i cili qëndronte përballë meje, dhe unë bëhesha me atë tregti, shitblerje. Nëse ishte musliman, atëherë feja e tij e pengonte nga tradhtia. Nëse ishte musliman, muslimanin duhet ta pengojnë feja e tij, nga tradhtia, nga pabesa, nga mashtrimi, nga zullumi, nga sulmet të pabasta. Feja duhet me e pengu. Çfarë fetari është ajo nëse nuk e pengon? Thot, jetojsha një vakët. Nuk lodhesha shumë kush qëndronte pranë meje. Sepse po të ishte musliman, feja e pengonte me qenë tradhtar dhe i pabes. Dhe me bo padrejtësi. Wala in kana nasraniyan aw yahudiyan la yarudduhu alayya sa'ihi. Nëse ishte ai do më thonë përballë neje që qëndronte një qifut ose krishter, atëherë do më thonë udhëheqësi i tij e detyronte ta përmbush amanetin. Amma al-yawm, por tash thot Hudhaifa radiallahu anhu, sot, fama kuntu la ubay'a minkum illa fulanan wa fulanan. Por sot unë nuk boj tregti me askënd për vetëm se me filanin edhe filanin, me disa njerëz të caktuar vetëm. Me disa njerëz të caktuar. Edhe thot Sheh Rabia rahimahullah shpjegimin e këtij hadithit madhështor, se sa i përket zbritjes së amanetit në thellësinë e zemrave të burrave të njerëzve. Edhe thot, pastaj do më thonë, ata besun dhe zbriti Korani do më thonë gradualisht, edhe ata e pranun, punun, e kuptun, dhe kjo është do më thonë në shembulli i sahabëve ridwanullahi alejhim. Ata ishin njerëzit do më thonë me imanin më të fuqishëm dhe ishin me kapjen më të fuqishme
për librin Allahu subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i zbatuar ato. Duke domethënë i zbatuar. Edhe thot Sheikhu Sheikh Rabia rahimullah se kjo punimi, zbatimi i asaj që është në librin Allahu subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, punimi me të u ashton njerëzve imanin, u ashton besimin. Nëse do ta dish se si shtohet imani, besimi, atë duhet me punu. Duhet me punu, domethënë me atë që është në librin Allahu subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, dhe ajo është domethënë shkaku i këtij kapitullit këtu, thot Sheikh Rabia rahimullah, është çështja domethënë se amaneti do hiqet prej zemrave të njerëzve. Dhe kjo bit të driq, gradualisht. Jo domethënë gradualisht. Sa që gjdo herë, domethënë sa herë që hiqet amaneti prej zemrave të njerëzve, len një gjurmë errësirë. Ka me lënë domethënë një gjurmë prej errësirës. Derisa domethënë ajo zemër bëhet e zbrazët dhe bosh. Në mënyrë graduale. Në mënyrë graduale. Derisa të bëhet domethënë e zbrazët dhe bosh. Dhe prej shenjave të dukshme se amaneti domethënë largohet dhe hiqet, është çështja që u përmend këtu në hadith, çështja e tregtisë. Që njerëzit domethënë do bëjnë shitblerje dhe tregti dhe nuk do ketë askush në mesin e tyre domethënë që e çon amanetin në vend. Edhe do përmenden vetëm ato disa njerëz domethënë, disa individe që kanë mbetur dhe disa të tjerë do lavdrohen për sende domethënë që nuk i meritojnë. Por në sytë e njerëzve u duken domethënë si njerëz të fortë, njerëz të mençur dhe njerëz të zgjuar. Dhe thotë Sheikhu Sheikh Rabia rahimullah se këto domethënë me bë shumë padrejtësi, shtuarja e padrejtësisë dhe e mëkateve dhe tradhtia dhe pabesa, padyshim domethënë se kjo e çon domethënë njeriu në dobësimin e imanit të tij. Dhe thot shehu se wallahu alem nuk mbetet ky njeri për vetëm se munafik, prej munafikëve. Por që njerëzit kanë mendim të mirë për to. Njerëzit kanë me thënë domethënë se ajo është njeri i mençur, njeri i fortë, njeri kështu, njeri ashtu. Por në realitet ajo është një munafik prej munafikëve. Dhe ka humbur atë iman që është shkak domethënë që njeriu të shpëtohet nga zjarri i xhehenemit. Domethënë ky njeri s'ka iman. Thotë Sheikh Rabia rahimahullah, asbaha la dina lahu. Domethënë ka përfundu ky njeri, nuk ka fema. Nuk ka fe, e ka humbur domethënë. E as nuk ka amanet, domethënë amanet. Edhe tregon pastaj Sheikhu Sheikh Rabia rahimahullah këtu në pjesën që e përmend se ka pas një periudhë që e përmend Hudhaifa radiallahu anhu, që njerëzit domethënë kanë pas domethënë besueshmëri në tregti dhe në shitblerje dhe ajo shoqëri domethënë ka qenë shoqëri e sigurt dhe secili e ka përmbush domethënë në pjesën e tij. Sepse muslimanin e ka penguar domethënë të jetë i pabezë dhe tradhtar feja e tij. Feja e tij e ka penguar domethënë. Feja e tij e ka pengu. Dhe thot Sheikhu Sheikh Rabia rahimullah, sepse transmetuesit e këtij hadithi janë nga Kufa, kufijun të Irakut. Edhe kjo është domethënë me gjasa të madhe, thot Sheikhu, se kur i ka thënë Hudhaifa radiallahu anhu këto fjalë se domethënë është largu, është paksu, është rallu amaneti, ka mundësi domethënë që këtu ka qenë në Irak. Sepse këta njerëzit e Irakut janë njerëzit më të nxitës në prishje dhe shkatrim. Janë më të nxitës domethënë në prishje dhe shkatrim dhe fitne dalin prej atyrve nga ata. Edhe ka tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam, ha innal fitnata ha huna min haythu yattaliu qarnu shaytan, nga ku shfaqet briri i shejtanit. Dhe ka treguar domethënë në drejtim të Irakut. Dhe ka drejtuar
e ka drejtuar domethënë gishtin në drejtim të Irakut. Prandaj njeriu duhet me pas kujdes dhe me xhiku domethënë me ecë sipas argumenteve e jo sipas vendit, edhe sipas afrimitetit ndaj njerëzve dhe shoqërisë. Edhe me qenë i qiltër, me qenë ndaj njerëzve i qiltër. Shikoni sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si kanë qenë dhe se si kanë trajtuar këto çështje. Pastaj hadithi i radhës dhe i fundit është që e përmend këtu Imam Muslimi rahimahullah në këtë kapitull dhe është po ashtu hadith të Hudhaifas radiallahu anhu ku thot kunna inda Umar, ishim të ulur te Umeri radiallahu anhu, faqal ejukum semja Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-fitan. Umeri radiallahu anhu i pyeti të pranishmit kur ishte ai domethënë khalifja e muslimanëve, kush e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i përmendur fitnet. Si këta fitnet me përmend, ju nuk dini tjetër se veç fitnet. Ju jeni veç me fitnet u marrë. Ky ulet Omeri, khalifja e muslimanëve, i pari i muslimanëve, ma i miri i këtij ummetin mas Abu Bekrit radiallahu anhu. Thot, kush ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam me i përmend fitnet. Jo me përmend diçka domethënë për zemrën me ta zbute, kështu ta ilahijet edhe këta nashidet. Jo. Kush e ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam me fol për fitnet? Për fitnet. Faqala qaumun dhe disa thanë, nahnu sami'nahu. Faqal la'allakum ta'anuna fitnatu ar-rajuli fi ahlihi wa jari. Disa thanë, ne e kemi dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë u tha Omeri radiallahu anhu, sa i deshet dikush tjetër me fol këtu. Se e din të Omeri kush është ai që i din ato sende. Se Hudhaifa ishte aty i pranishëm. Tha Omeri radiallahu anhu, tha atyrve njerëzve, ju do shtë mendoni e kini për qëllim ato fitnet që njeriu i ka në familjen e tij, edhe me koqshiun e tij dhe me fëmijët e tij. Do thonë dobësia e tij, neglizhenca e tij, mos përmbushja e hakut ndaj hokomshiut. Do shtë e kini ta për qëllim, u tha Omeri radiallahu anhu. Qalu ajal, po, eksakt këtë kishin për qëllim. Atëherë El Faruku radiallahu anhu tha, tilke tukeffiruha salatu wa siyamu wa sadaqa. Ato i shlyen namazi, sadakaja dhe agjenimi. Por u tha, walakin ejukum semi'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru allati tamuju mawja al-bahr. Kush e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i përmend ato fitnet që valviten si dallgët e detit. Fitnet që e kapin gjithë ummetin, jo fitnet që i keti vetëm shpinë tënde private. Interesi i ummetit i përgjithshëm, jo interesi jot personal. Interesi i muslimanëve. Atëherë qala Hudhaifa fa askata al-qawm. Atëherë njerëzit u ndalën, nuk folën, heshtën. Edhe shikoni, kjo është edukata e sahabëve dhe tabiinëve të mëdhej. Kur nuk din diçka mos me fol, nuk flasin, nuk ndërhyjnë. Fakultu, thot Hudhaifa radiallahu anhu, fakultu ana, unë e di do më thonë, ku do me dalë ti dhe ku e ke qëllimin. Atër Omeri radiallahu anhu i tha, ente lillahi abuk. Ente lillahi abuk. Kjo është, thot Sheikh Rabia rahimahullah, është fjalë, kelimatun medh, është fjalë lavdruse, yaquluha al-arab idha wajadu fil waladi najaba, yuthnuna ala abi. Arabët e thonë këtë fjalë kur e shohin të një fëmijë zgjuarsi dhe inteligjencë, atëherë e lavdrojnë baban e tij, prindin e tij, sepse ai e ka eduku, ai e ka mësu. I thot Omeri radiallahu anhu, anta lillahi abuk. Qala Hudhaifa, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض
والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلولا أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا بل يكسر. Thot Hudhejfa radiallahu anhu, dhe paramendoni pak, imagjinoni pak, do më thonë këtë me xhlis, do më thonë madhështor. Paramendoni Omerin me xhlis, Hudhejfa është u fol, sahabët aty janë, tabina, paramendoni, imagjinoni këto me xhlisa të këtyrve burrave të Islamit. Edhe paramendoni, këtu është Omeri radiallahu anhu, i pari i Islamit, burri i parë. Edhe fol për fitnet. Fol për fitnet. A qenë ka fitnegji? Ma'adhallah. Sepse nëse ti nuk i din këto fitne, do bish në ato fitne, ta dish këtë. Prandaj deshte me i dit ato fitne, me i kuptu ato fitne, mos mera. Mos mera në ato fitne. Edhe thot Shekh Rabia rahimullah këtu, se Omeri radiallahu anhu, realisht, po i pyet ata që janë nër Omerin në dije dhe në vlerë, këtu. Janë nër Omerin radiallahu anhu, në dije dhe në vlerë. Por thot Shekh Rabia rahimullah, wa hadha sha'nul udhama. Hadha sha'nul udhama. Kjo është çështja dhe puna e burrave të mëdhej. En yes'ala hatta man dunahu an ilmin. Edhe me pyet dikën që është nër të në dije. Se ka problem. Si ka ato komplekset. Nuk ka ato komplekse, do më thonë të ulta. Edhe me pyet dikën që është nër të në dije. Se qëllimi është xheneti, barakallahu fikum, dhe kënaqësia Allahut. E jo që unë jem i pari, e unë jem kështu, e unë jem ashtu. Thot Hudhejfa radiallahu anhu, se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: fitnet paraqiten para zemrave si hasra fije pas fije. Prandaj ata që thonë, jo po, ju çdo herë fitne, jo po, ajo hasra kur mbaron, prap fillon, kur mbaron, prap fillon. Nuk ndalen ato. Ti duhet gjithmonë ti pastrojsh dhe të jesh në dijeni dhe në siguri dhe në qartësi, se përndryshe, ndoshta prej parës, se si do shohim në vazhdim për se ato dallgat e detit, ndoshta prej parës do të qëndrojsh, po e dyta, po e treta edhe zhytesh aty, mbytesh aty. Barakallahu fikum. Çdo zemër që i përthith ato fitnet, në të vendoset një pikë e zezë. Shikoni, fillimi fillon me një pikë të zezë. Ndoshta të duket si një mizë në hunë që e ke kështu. Ndërsa, çdo zemër që i refuzon ato, në të vendoset një pikë e bardhë, derisa zemrat bëhen dy llojesh. Një zemër e bardhë si guri i lëmuar, që nuk e dëmton asnjë sprovë përderisa ekzistojnë qiell dhe toka. Dhe një zemër e zezë, e errët dhe përmbysur, si një enë e kthyer përmbys, e cila nuk njeh të mirën dhe nuk e ndalon të keqen, përveç asaj që përputhet me dëshirën e saj. Përveç asaj që përputhet, do të thonë, me dëshirën e saj. Thot Imam Rabia rahimullah, po edhe në vazhdim thot Hudhejfa radiallahu anhu, ja kam treguar Omerit radiallahu anhu, se mes atyre fitneve, kaq të ashpra dhe kaq tronditse, mes atyre fitneve, edhe teje, ja Omer, ka një derë e mbyllur. Dhe, po është frika, do më thonë, që së shpejti ajo derë të thyhet. Atëherë Omeri radiallahu anhu i tha, ajo derë, a do thyhet? Sepse nëse nuk thyhet, atëherë po u hap, prap ndodh që ma vonë me u mbyll. Atëherë i tha Hudhejfa radiallahu anhu, la bel yuksar, pa tjetër ajo do thyhet. Edhe thot Shekh Rabia rahimullah këtu, se Omeri radiallahu anhu e kuptoj se këtu nuk flasin për një derë prej drurit, barakallahu fikum. Jo, nuk është për qëllim ajo dera e drurit. Është për qëllim për këtë burr të madh këtu është qëllimi. Omer el Faruk radiallahu anhu, ajo është për qëllim. Ajo është dera mbrojtëse.
që është kujdes për muslimanët, që mos binë në këto fitne, sepse kanë qenë njohës i këtyre fitneve. Edhe për amanetin e në shikoni, subhanallah, çfarë renditje të mrekullueshme ka bujë ma muslimi dash këtu. Pasi që është çështja e tradhtisë së pushtetarit ndaj popullatës që udhëheq dhe qeverisë, e ka sjell këtë hadith, që me parë më thonë se si kanë qenë pushtetarët e muslimanëve. E në kryet atyve sahabët ridwanullahi alejhim. E ka thënë domethënë se ajo derë do thyhet, dhe thotë Shekh Rabia rahimahullah vazhdim se kanë ardhur domethënë argumente të tjera ku vërtetojnë domethënë se Omeri radhiyallahu anhu e mori vesh dhe e dinte se ajo është për qëllim domethënë. Sa ajo është domethënë për qëllim këtu. E në kjo tregon barakallahu fikum se për herë kur vdesin burrat e mëdhej të këtij ummetit, plasin fitna. Vdiq Omeri radhiyallahu anhu, Khawarijët erdhën e vran Uthmanin radhiyallahu anhu. Pastaj erdhi e vran edhe Aliun radhiyallahu anhu dhe vazhduan problemet edhe më shumë. Dhe u përhapën Khawarijët, erdhën Kaderit, erdhën Mu'tazila, erdhën Murxhia. Edhe me dietarët. Vdiq Sheikh Al-Albani rahimullah, doli Halebiu, doli Meshhuri. Vdiq Sheikh Mukbili, doli Yahel Hajuri, doli Abul Haseni. Sepse Abul Haseni ka thënë, u largua ose shkoj tash vakti i frikës. Se ky Luani që ishte kështu kishin frikë. Tash u largu. Edhe do shta disa njerëz që kanë pas në zemrat e tyre smundje, e kanë pas frikë këtë Omerin radhiyallahu anhu. Dhe thotë Shekh Rabia rahimahullah se bile kibaru sahaba, flasin për të mëdhejt e sahabëve, që e kanë fliju jetën e tyre për fenë Allahu subhanahu wa taala, ata kishin hejba ndaj Omerit radhiyallahu anhu. Ata do më thonë e kishin respekt të jashtëzakonshëm ndaj Omerit radhiyallahu anhu. E mos flasin për tjerit, do më thonë. Mos flasin për tjerit. Edhe tash, imami jon i kohës son, shejhu jon Shekh Rabia rahimullah vdiq, edhe doli Nizari, doli Fellazi, doli Abu Jadi, doli Ali Hudhejfi, doli do një Bilal Salimi, dolën do më thonë krejt. Kur ishte Luani i gjallë, edhe pse nuk pranon të vitet e fundit asë një vizit nga shkaku i shëndetit e kështu me radhë, vetë faktin që e dishin se është i gjallë, nuk dilshin. Nuk dilshin atëherë me sulmu Shekh Abdullah Bukharin. Nuk dilshin atëherë me sulmu Shekh Arafatin. Vdiq Shekh Rabia, dolen këta. Po nëse kishit pas ju xhelozi për fenë Allahu subhanahu wa taala dhe për menexhin selefi, atëherë kishit dalë prej atëherës. Edhe thot këtu Shekh Rabia rahimahullah se Omeri radhiyallahu anhu nuk i ka pyetur ata, do thonë qëllimi i tij nuk ishte ato fitnet që i ka njeriu ose problemet që i ka njeriu me familjen e tij, me kushtiun e tij, me fëmijët e tij. Jo, sepse ato shlyhen domethënë me namazin, me zeqatin, me sadakan dhe me agjerimin. Por ka pas çështje domethënë çështjen e fitneve domethënë që valviten si dallgat e detit, që janë të ashpra dhe të fuqishme dhe përsëriten. Do thonë jo një herë unë e shpëtova tash edhe në rregull jam, jo, ato prap do vinë, se ajo hasra domethënë. Një herë mbaron deri në fund thotë Shekh Rabia, prap fillon ajo nga fillim tu e bër. Ashtu edhe fitnet, mbarojnë njëna vjen tjetra. Ti duhet të jesh në qartësi, ti duhet të jesh në siguri, në kuptim. Sepse thotë Shekh Rabia rahimahullah, ato lloj fitne domethënë që janë përshkruar këtu nga Hudhejfa radhiyallahu anhu, janë fitne që i përplasin dhe i trazojnë zemrat fuqimish. Dhe po ashtu i tronditin shoqëritë, gjithë shoqërinë e tronditin dhe shkaktojnë përçarje derisa kalon puna edhe në vrasje. Ku fillon me këto lloj fitnesh, që domethënë e kapin tër ummetin. Pra, thotë Shekh Rabia rahimahullah se ajo zemra e bardh
zemra e bardhë, do më thonë, i refuzon ato fitnë, për shkak se ai njeriu është i kapur fuqimisht pas librit të Allahut subhanahu wa taala dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I refuzon ato fitnë dhe ato bidate. I refuzon ato fitnë dhe ato bidate. E në anën tjetër, ka disa njerëz që si pasojë të ignorancës dhe pasimit të epshit i thithin këto fitna. Dhe thot Shekh Rabia rahimahullah, dhe ka disa shpirtra, disa nufus, janë të gatshme për çdo lloj sherit, fitnes dhe belas. Ka disa nufus, janë ashtu ata, do më thonë, e kanë natyrën. Janë të gatshme, do më thonë, për çdo lloj sherit, belas dhe sherit. Edhe thot këtu Shekh Rabia rahimahullah, se përket se ajo zemra e bardhë që i refuzon fitnet, është bo krahasimi, do më thonë, me guri i lëmuar, që ujti kalon, do më thonë, po si bën dëm edhe nuk qëndron aty. Edhe ashtu fitnet, do më thonë, së në qëndrojnë të ajo zemra e bardhë. Ama të ajo zemra tjetër që i thith, ato e kapin, do më thonë, dita ditës, ma shumë edhe ma shumë, dhe ja e rësojnë zemran e ti. Edhe bojë, do më thonë, e përmbysur, që nëse ti, thot Shekh Rabia rahimullah, ja sjell atit, i cili është me zemër i përmbysur, ja sjell të gjithë hajrin, i sjell ajete, nuk i bën dobi, i sjell hadithe, nuk i bën dobi, i sjell argumente, nuk i bën dobi, sillesh me të me urtësi, nuk i bën dobi për shkak se zemra e tij është e përmbysur. Edhe pastaj ne çuditemi, po si ka mundësi mos mi pranon këto argumente? Jo, ka mundësi, se kështu ka përfunduar zemra e tij. Zemër e përmbysur, që thot Shekh Rabia subhanallah, rahimahullah, thot, kur përmbyset, do më thonë, ena, edhe ajo që është mbrenda nëse ka pas diçka, derdhet. Do thonë, kur përmbyset zemra e tij, edhe atë që ka pas diçka prej gjënave të mira, edhe ajo është derdh, do më thonë, dhe është largu dhe është hequr. Edhe në anën tjetër nuk pranon asnjë farë lloj hajrit. Sikurse kur është ena e përmbysur, don ti fusish ujë brenda, nuk e pranon ujtin. Ujti derdhet anësh, po nuk hyn brenda ku duhet. Edhe anashtu, lloji i zemrave, do më thonë, të përmbysura, që pastaj jerfut el khajr, e refuzon hajrin. Ti vjen aty t'ia servon hajrin në tablet të arit, ose si thoni tepci, ose tanjir, ose pjatë pre arit, jo, nuk ta pranon. Ti shkon në Medine, ti bisedon me dietarët, ja sjell të gatshme. Jo, thot, i keni mashtruar dietarët, ju kështu, ju ashtu. Edhe tash, këto tjerit, jo po ato fjalët e Bojadit i kanë mashtruar dietarët, përkthimi nuk është ashtu. Shekh Arafati hafidhahullah kishte thënë, a mendojnë ata se ne jemi budalla, mendjelet, ne 3-4 vende në mënyrë të pamvarur e kemi lënë të përkthejnë ato fjalë. Plus alamja Shekh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, po ashtu në mënyrë të pamvarur ka lënë ato fjalë të përkthehen. Edhe këta çka dalin tash, jo po e kanë manipulu përkthimin, edhe nuk është e saktë ajo që thuhet për ta. Po mirë, shko te dietar, nëse është përkthimi i gabuar, është puna shumë e lehtë. I shkon dietar, thotë Shekh, kjo nuk është e saktë. E saktë është kështu. Mbarojmë muhabeti. Pse kjo frika me shku ke dietar? Pse kjo gjithë kjo frikë? Edhe thot, dhe bi'idhnillahi ta'ala me këtë e përfundojmë, thot Hudhaifa radiallahu anhu, se këtë që ja kam treguar Omerit radiallahu anhu, dhe të pranishmeve aty që ishin, haddethuhu hadithan lejse bil aghalit. Do thonë, i kam treguar një transmetim që nuk janë, do më thonë, çështje që une i kam thënë nga vetja ime, nga ijtihadi jem, por hadithun sidq, një e vërtet, një gjë e saktë që kam dëgjuar, do më thonë, akhaftuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë, e kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë, nuk e kam qitat këtë sen nga mendja ime, nga, do më thonë, fuqia e logjikimit tim që e ka pas Hudhaifa radiallahu anhu. Jo, por këtu kur ka fol me argumente. Ka fol me argumente, do më thonë, me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë bi'idhnillahi ta'ala përfundojmë
edhe këtë kapitull. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.